Spitali i Përgjithshëm i Sakreza në Gjakov ka reaguar pas disa raportimeve në disa portale që pretendonin se aparati i skanerit CT në këtë institucion nuk është në funksion. Nga spitali kanë bërë të ditur se ky informacion nuk është i vërtet dhe se pajisja është plotësisht funksionale. Sipas njoftimit zyrtar, të gjitha rastet po realizohen normalisht, ndërsa dje aparati ka qenë vetëm në mirëmbajtje të rregull teknike, siç ndodh çdo muaj apo sa herë që është e nevojshme. Po ashtu, është sqaruar se në rast të ndonjë defekti teknik, spitali ka kompani kontraktuale që kujdesen menjëherë për servisimin e pajisjeve mjekësore. Nuk ka asnjë arsye për shqetësim. Qytetarët e Gjakovës po marrin shërbime diagnostike pas një ndërprerje, thuhet në reagimin e spitalit, ku bëhet apel që qytetarët të mos bien prej e dezinformatave dhe lajmeve të pavërteta. Ndërkaq, sipas raportit javor të punës për periudhën 27 tetor deri më 1 nëntor 2025, në repartin e radiologjisë me CT janë ekzaminuar gjithsej 111 pacient.